sa i përket pyetjes që a ban të agjërohet 10 ditë të Dhul-Hijjes, përgjigja është kjo. Gjën e parë që në pyetje, domethënë do të sqarim. Pyetësi i cili ka pyetur që a ban me agjëru 10 ditë, jam i bindur që e ka për qëllimin agjërimi i 9 ditëve të Dhul-Hijjes. Mi po a ban të agjërohet 10 ditë, do të sqarim. 10 ditë i bjen domethënë me qenë ditë feste. Domethënë festa e Kurban Bayramit. Dhe na e kemi të ndaluar, e kemi haram me agjëru në atë ditë kur muslimanët kanë fest dhe kanë ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një gjë të tillë, agjërimin, domethënë kur kanë musliman fest, që shoh domethënë Fitr Bayrami apo Kurban Bayrami. Sa i përket të ashtu quajtur 10 ditë të Dhul-Hijjes, ulemat e kanë dhënë vetëm një arsyetim pse është quajtur 10 ditë e Dhul-Hijjes, nga se adhurimet përcjellen ditë pas dite të njëjta me llojet e adhurimeve. Namazi, agjërimi, dhikri, tekbiret, përmendja Allahut azza wa jall, sadakaja e kështu të merat. Çdo ditë vepron këta. Por që ata domethënë është quajtur 10 ditë të Dhul-Hijjes, nga se çdo ditë vepron të njëjta adhurimet me llojet që janë prej adhurimeve. Mi po 10 ditë e që është domethënë fest Kurban Bayramit e kemi të ndaluar, e kemi haram me agjëru. Mirë, sa i përket 9 ditëve, kemi ndëgjuar domethënë prej disa thirrsave apo xhallarë duke thënë që jo, nuk do të me agjëru, nuk i ka agjëru pejgamberi ditët njërin pas tjetrit. Unë them, sipas asaj që është bë e qartë mbas haditheve dhe sharimet e ulemave me mendimin të ehli sunetit, kjo është gabim me thonë. Kjo është gabim me thonë. Po ata i kanë arsyet e veta dhe na i sharojmë edhe arsyet e tyre, argumentet e tyre që ata sjellin. Ata e sjellin domethënë. Ata thonë që jo, nuk do të agjërohet se pejgamberi nuk ka agjëru. Duke përshtat një hadithi të Aishës që thot, domethënë argumenton Aisha që sjell argumente dhe e mohon që pejgamberi nuk, domethënë në fakt e saktëson që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka agjëru ditët e Dhul-Hijje. Mi po hadithe tjera është sjell nga gratë e pejgamberit, sikur Hafsa, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë 9 ditë e Dhul-Hijjes pa agjëru. Ulemat çka kanë vepruar? I kanë marrë hadithe dhe kanë shikuar dertën e haditheve, gjendjen e haditheve, transmetimit tyre se ata qysh kanë qenë domethënë gjendja e tyre. Çka thonë ulemat për hadithin e Aishës? Thonë Aisha nuk ka argumentuar që pejgamberi ka agjëru ditët e Dhul-Hijjes. Pse? Nga se pejgamberi nuk i ka po ditët që me shku tek Aisha. Dhe Aisha nuk i ka ditë që pejgamberi është duke agjëru. Mirë po i kanë po ditët gra tjera që pejgamberi ka shku tek gra tjera. Dhe gra tjera kanë dëshmu që pejgamberi ka agjëru domethënë ditët e Dhul-Hijjes. Bas këtij viti, Aisha ka kuptuar që pejgamberi pas ka agjëru domethënë ditët e Dhul-Hijjes. Mirë po nuk i ka obligu sahabët me një gjë të tillë. Pastaj ulemat i marrin hadithet tjera, që është hadithi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka ditë ma min ayamin al-amalu salihu fihina habbu ila Allah min hadhihi al-ashra Dhul-Hijja apo min hadhihi al-ashra. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, dhe ulemat e marrin këtë hadith, që nuk ka prej ditëve më të dasha për veprën e mirë, domethënë që Zoti e dan veprën dhe i dan këto ditët dhe i jep vlerë këtyre ditëve dhe i dan veprat domethënë në ta, se sa këto ditë e Dhul-Hijje, domethënë 10 ditë e Dhul-Hijjes. Ulemat çka thonë në këtë hadith? E marrin argumentojnë që nuk ka vepër më të dashur, në këto ditë se sa agjërimi. Pastaj kanë ardhur transmetime të tjera prej veprave të sahabeve, sikur Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi,
apo Abdullah ibn Umeri, djali i Umerit Abdullah. Domthon gjitha këta sahabi transmetojnë që kanë agjëru ditët e Dhul Hijjes. Pastaj ulemat, Sukriman Newawiu ka thonë, agjërimi këtyre ditëve është mustahab, i pëlqyeshëm, mi përshtaj vepër e pëlqyeshme, vepër e pëlqyeshme e fort, e që jep në kuptu veprat e sahabëve që ata kanë agjëru, kanë vepru, ju përshtatën sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ulemat e quajnë mustahab, e pëlqyeshme, mi po kjo e pëlqyeshme është çush ka thënë Imam Newawiu, e fort. Andaj, na çka themi që këto 10 ditë, në fakt domethënë këto 9 ditë i agjeron njeriu dhe është prej veprave më së mirti, prej veprave që Zoti i dan, prej veprave më të mira që Zoti i dan është edhe agjerimi, nga se sahabët kanë agjeru këto ditë dhe na i agjerojmë. Allah na zgjaj ato që e thanëm tjetë e dobishëm për njerëzit dhe kanë dobi njerëzit me ta dhe mos t'i lajnë këto ditë vetëm se duke i përcjell njëra me tjetrën me vepra të mira e prej veprave të mira kuptohet që është edhe agjerimi.